Para se të nisim videon, kam një lutje për gjithë ndjekësit, atyre që u del për herë të parë dhe atyre që më ndjekin vazhdimisht. Na duhen edhe shumë subscribe, mos harroni, ose abonohu, ose subscribe kanalit, që ta vazhdojmë këtë nismë. Tema sotme, desha të flasim çik për Kosovën, me që ishte na mushi Kosova 18 vjeç sot, me boca krahasime interesante. Për mendimin tim, nëse do I vija një titull kësaj që po flasim, është Kosova shteti që s'ka gabuar asnjëherë. Është vetëm 18 vjet shtet Kosova. Ndoshta me vëmendje sot gjithë ceremonitë që u zhvillu në kuadër të pavarësisë, por I kam ndjek edhe herë tjera vazhdimisht fakt. Edhe në vetëm 18 vjet Kosova ka fitu primatin në rajon si një nga shtetet ose shteti më demokratik I rajonit. Në Kosovë bëhen zgjedhje të lira, në Serbi nuk bëhen zgjedhje të lira. Në Kosovë bëhen zgjedhje të lira, në Shqipëri nuk bëhen zgjedhje të lira, në Maqedoni përgjithsisht jo, po edhe në Malzi e kemi pa. Gjithsesi më katastrofë nga këto vende që numërova është Shqipëria. Kosova bën zgjedhje të lira të ndershme edhe rezultatet I nxjerr në kohë rekord. Në kohë rekord pranohen nga të gjitha palët politike dhe humsit marrin përgjegjësitë e humbjeve. Edhe fituesi merr përgjegjësinë e qeverisjes, siç ka bërë tani që e shohim edhe Albin Kurtin. Një gjë shumë interesante është, përveç se ata I bëjnë zgjedhje të ndershme, të lira, të pranuara nga të gjithë, është edhe fakti I vlerësimit të meritokracisë. Pra po të shihni qeverinë që ka bë Albin Kurti, njerëzit më të votuar brenda partisë, përfshirë veten e tij që është kryeministër si më I votuar në Kosovë, kjo Albulena Haxhiu më e votuara u bë kryetare e parlamentit, Glauk Konjufca I dyti mas Albin Kurtit më I votuar u bë ministri I jashtëm, zëvendës kryeministri I parë, kjo Gërvalla prapë edhe ajo ishte një nga gratë më të votuara në Kosovë, mori ministrinë e drejtësisë. Pra një vlerësim meritokracie që edhe qytetarët e shohin, pra që ata I përfaqëson ai që ata kanë votu, që kanë votu më së shumti. Në Shqipëri ju e dini që më pak të votuarit përfaqësojnë në ekzekutivin, më pak të votuarit përfaqësojnë postet e tjera të larta publike dhe hiç të votuarit përfaqësojnë gjitha nivelet e shtetit shqiptar. Kosova ka një kryeministër, të paktën Albin Kurti, unë nuk jam miftari I Albin Kurtit, pra nuk është se kam ide të majta ose të ashtu, që ti jem ndjekës I ideve të tij, po Albin Kurti është kryeministër sovran. Deputetët e Republikës Kosovës shumica janë sovran, nuk janë kështu lëpirësa si këto tonët, qoftë majtas, qoftë djathtas, që shkojnë lëpihen nëpër ambasada. Nuk janë zara, nuk janë servila si Edi Rama tani që përpiqet me pagu gjithçka, me fal copa Shqipërie, me shku me I ndje erën Trumpit në Amerikë. Albin Kurti qëndroi, rezistoi, ata I vunë bllokat, I ndaluan I stopun gjitha proceset edhe ai nuk u tërhoq sepse mbrojti interesin e Kosovës. Edhe sot është një bashkëpunëtor shumë I mirë I ndërkombëtarëve I BE-s edhe I kësaj Amerikës. Po të shihni për shembull edhe një gjë tjetër që për faktin që I them Kosova nuk ka gabu kurrë, sepse Kosova I vlerësoi udhëheqësit e luftës, u dha pushtet në vitet e para, Hashim Thaçit, Ramush Haradinajt, Limajt, gjithë këta që kanë qenë, ju dha pushtet pafund. Fakti është se ata u treguan të dobët përballë pushtetit dhe u korruptuan, është faji atyre, nuk është faji I Kosovës. Votuesi kosovar, herën e parë Albin Kurtit I dha mazhorancën në parlament, ja theu hunët në pushtet vendor. Pra atje ku s'kishte qeverisë mirë, nuk I dha votën, se të njëjtët qytetarë votojnë. Pra janë shumë përpara nesh. Edhe kulturalisht edhe nga ana patriotike, kosovarët janë shqiptarët e Kosovës, se më falni për termin, por shqiptarët e Kosovës janë absolutisht vite dritë larg nesh, nuk janë servila. Kosova është
është vend shumë i vogël me GDP shumë më të vogël se ne, po në Kosovë prodhohet. Tokat e Kosovës punohet. Bujqësia e Kosovës është në lulësim, sepse edhe mbështetet nga shteti. Industria, ajo pak industri që ka Kosova, funksionon në mënyrë të mrekullueshme, ka rritje të qëndrueshme. Pra nuk është si në Shqipëri që bëhet propagandë se po hapet në një fabrikë industriale dhe mas 5-6 muajsh falimenton ose del një skem korruptive, qoftë private, qoftë e iniciume nga shteti. Pra në këtë aspekt neve Kosova na e kalon edhe për çështjen që thash për çështjen patriotike. Kosova ka një ushtri të vogël, tani e ka bërë ushtrin Kosova. Është një ushtri e jashtëzakonshme dhe nga partnerët kryesorë të Amerikës në rajon. Ne kur na bi shi, kur na bi tërmet, kur na bin halle, marrim ndihmë nga forcat e emergjencës së Kosovës, se këto tonat i kemi, këto kishin, e marrim me një kurat tërmet, i kishin vjedhë edhe bukën e qenit që nuhat atje nëpër Rënoja. Dhe një gjë që mund duket pak periferike, po për mua shumë e rëndësishme, ata e rit për të rinë kombin edhe gjenetikisht, duke vendos emrat e fëmijëve, për shembull në Kosovë, emrat e fëmijëve janë emra shqiptare, emra me kuptim. Shqipëri janë emra futbollistash, emra telenovelash, bashkime emra, që merri 3 shkronja ke jati, 3 ke ama, 4 ke gjyshi, kujtun budalliqe. Është skandale si nga ana antropologjike nesër, domethënë që janë këta, nuk kuptohet se çfarë janë, a janë shqiptar, a janë brazilian, a janë turq, a janë meksikan, kujtun. Kosovë ke qef me emrat Vlora, Saranda, kujtun, Berat, se me që kemi edhe atë Beratin e Çabiqit, që e njihni gjithë. Pra, Kosova nuk ka bërë gabime në 18 vjet asnjëherë sa që bën Shqipëria vetëm në një mandat qeverisës. Në qeverisjen e vendit nuk gabon as populli, as pushteti. Pra siç e tham, ikën udhëheqësit e UÇK-s, morën çfarë patën për të marrë, u treguan të dobët përballë pushtetit dhe u korruptuan. Për fatin e tyre të keq, po nga Shqipëria u shkoi ajo që shkuan presioni i Ramës, që shkuan e votuan gjykatën speciale, sot janë në burg, po kanë njollos edhe emrin e ushtrisë qeveritare të Kosovës. Vetëm as ushtri në shekullin e fundit në Europë, që është kriju nga hiçi për të luftuar për liri, për një ëndër shekullore, 1000 vjeçare të shqiptarëve të Kosovës për të qenë të lirë dhe të pavarur. Pra ka diferenca shumë të mëdha kulturore, sociologjike, ne i kombi jemi, po ata janë shumë më përpara nesh. Ata kanë edhe, për shembull, ju keni pa kontributin e diasporës në Kosovë, është jashtëzakonshëm. Diaspora jonë është shumë e mirë, po diaspora jonë manipulohet, mashtrohet, i shkojnë këto të pushtetit e të opozitës, edhe lloj dallavere xhishanej që u shkojnë për të kërkuar vota, në vend të kërkojnë vota, të kërkojnë edhe gjëra të tjera dhe stepen ata, kurse diaspora e Kosovës nuk është kështu. Është e para njëherë edhe më stabil, se ka vite që është e vendosur në vendet e Europës edhe në Amerikë, por është edhe më patriotike. I dhimbë se të më shumë vendeve. Erdhën ata me 28 dhjetor, erdhën gjithë, votuan, dhanë votat. Nuk e lanë votën në dorë që tua numërojnë ta ulan balla, apo të treshin me të birin që tua marrë. Pra, shumë shpejt, se desha të harroj dhe i gjë tjetër. Kosova është një vend që s'ka naftë, ka naftën më të lirë se Shqipëria. Kosova, ushqimet në Kosovë, çmimet e ushqimeve në Kosovë janë më lirë se në Shqipëri. Zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor është shumë më i mirë në Kosovë se sa në Shqipëri. Në Kosovë nuk shef në çdo 100 metra policë me kështu, ose që të vend gjoba kot më kot, të bëjnë qafë qytetarëve si të shef në Shqipëri. Pra nga do që ta kapësh, Kosova neve na e ka kalu për fat keqin tonin, se duhet merrnin ata shembull nga ne, ka ardhur koha që ne duhet marrim shembull nga ata. Ti urojmë Kosovës pavarësitë përjetshme, edhe inshallah të bashkohet edhe me Shqipërinë, po të bashkohet duke na sunduar ata neve, jo ne ata.